Mirëmbrëma të gjithëve, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, drejt për së drejti edhe sot, ashtu sikur se çdo mbrëmje tjetër në televizionin shqiptar, nga e marta deri të premten, pak pas orës 18:30 minuta, ne shihemi bashkë në programin paralel pa haruar dhe takimin e ditës së hënë pak pas orës 16:30 minuta me profile. Sot në fakt do të kemi dy panele, do të kemi dy tematika të ndryshme për dy aktivitete të cilat pritet të bëhen në Tiranë në ditët në vijim, njëri prej të cilave në datën 1 maj, fiks për ditën e punëtorëve. Do të flasim sot për Qendrën Kulturore ASA, Arte, Stilim, Arkitektur, e cila me rastin e 3 vjetorit organizon si çdo vit ekspozitën e arteve figurative dhe arkitekturës, gjithashtu edhe një sfilat mode. Por më shumë për aktivitetin, po edhe për mënyrën se si ndikon në jetën sociale të rinjve një angazhim i tillë apo të ngjashëm me to. Në studio me ne, në të djathtën time dhe në të majtën tuaj, është Përparim Korani, mirë se erdhët, ju falenderoj që jeni këtu. Dorina Elmazi, mirëmbrëma, mirë se erdhët, ju falenderoj që jeni me ne. Në të majtën time dhe në të djathtën tuaj, Mario Polisi, mirëmbrëma, mirë se erdhët, ju falenderoj që jeni këtu. Elda Guga, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Dhe në fakt në cilësinë e drejtorit ekzekutiv të qendrës ASA, unë do duhet të prezantoja të parën, po kështu është kur vjen i fundit, Olger Dragiplari, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ju falenderoj që jeni këtu. Unë do ta jap mundësinë që ti të marrësh pak veten, pavarësisht se bisedën do duhet ta nisja me ju. Fillimisht çfarë është me gocat e kam fillimisht. Çfarë është ASA? Faktikisht, unë jam tek pjesa e ekspozimit tek Qendra Kulturore ASA, kështu që... Mirë, po ti e di se ku do shkosh ti e di ku do shkosh të ekspozosh? Po, e di, por dhe mund të them se është një qendër kulturore e cila të jep mundësinë për të ekspozuar vepra artistike, kryesisht të rinjve, dhe që mundëson promovimin e artistëve, por edhe krijimin e urave lidhëse mes zhanreve të ndryshme, duke qenë se nuk është vetëm tek artet pamore, por ka një shtrihje më të gjerë në arkitekturë dhe tek stilimi gjithashtu. E kuptova, Olgert, duhet ta nisve ty bisedën, besoj kaq ka mjaftuar që ta kesh marrë pak veten nga rruga, nga trafiku e të gjitha me radhë. ASA, do flasim pastaj edhe për gjinit ku ju do ekspozoni. Do 3 vjet dhe si çdo vit është bërë si traditë. Cili është qëllimi? Qëllimi është për të njohur me kë, për të zgjeruar rrjetin, për të krijuar një mundësi këtyre të rinjve që në momentin që nuk kanë një pikë takimi për të bërë me dije se çfarë janë në gjendje të bëjnë, shërben kjo qendër. Atëherë, unë do ta nisja pikërisht me aktivitetin që kemi nisur Expo ASA. Expo Stil ASA ka qenë aktiviteti i parë që është zhvilluar në datë 1 maj dhe atë ditë ka qenë themelimi dhe i qendrës kulturore. Ka qenë 1 maj 2012. Dhe duke qenë se ai ishte thjesht një aktivitet dhe në fillim e kemi nisur si një klub mes miq, por duke qenë se unë isha në një universitet që kishte student nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi, Maqedonia, mendova që ti bashkojmë këta artistë, ti bashkojmë edhe disa zhanra të ndryshme si artist, stilist dhe arkitekt, dhe zhvilluam këtë aktivitetin. Mbasi rezultoi me sukses ky aktivitet, ne filluam dhe krijuam aktivitete të tjera në vitet në muajt në vazhdim, patëm dhe bashkëpunime të tjera dhe filluam pastaj që çdo vit ta kthenim në traditë, çdo përvjetor të qendrës të zhvillonim këtë aktivitet dhe jemi këtu sot për të lançuar aktivitetin e 4 të këtij edicioni. Cili më flet për e kuptova fushat, pra janë artet pamore, është arkitektura, janë tekstilet, Nëse mund të bëja një qartësi, bëhet fjalë, ne kur e kemi krijuar si qendër, kemi krijuar 5 sektor, nga 3 nga të cilët kanë marrë dhe emrin vetë qendra, një ishte i arteve figurative, tjetri i stilimit dhe arkitekturës, dhe 2 të tjerët janë, një është komunikimi me mediat dhe sepse ne kemi dhe një revist tonën, që e nxjerrim mbas vitit parë, ne e lançuam si revist, duke promovuar aktivitetet e gjithë vitit që vazhduam që bëm aktivitetet. Dhe pjesa tjetër është marrëdhënia me publikun, me pjesëmarrësit e rinj, që ftojmë dhe kjo është 5 sektorë. Kjo është një thirrje, Mario, që vinë pastaj studentë të rinj, ku diun ata që kanë idetë të tyre për t'i ndarë me dikë, është një thirrje që ju e bëni në fillim të një kohe të caktuar? Po, ne gjatë gjithë periudhës së vitit jemi pothuajse të angazhuar, duke krijuar evente të tilla si më së shumti ekspozita, sidomos piktura. Por tashmë eventi Expo Stil ASA, e cila është në këtë vit është në edicionin e saj të 4, është bërë pak a shumë një traditë
është bërë një traditë për vetë qendrën tonë kulturore. Nuk jemi më 6, jemi 7, kemi dhe një mizë që në qarkullon, po, në fani. Është bërë një traditë dhe është një nga evenimentet më të mëdha që ne zhvillojmë gjatë gjithë vitit. Dhe pothuajse një pjesë e mirë e të gjithëve pjesëtarëve, të gjithë atyre pjesëmarrësve që kanë qenë në edicionet e tjera janë të mirë informuar për eventin tonë që zhvillojmë konkretisht me datë 1 maj. Çfarë feedbacku ka? Vjen, okay, se ju është në edicionin e 4, kështu që ju keni një përshtypje, keni një kthim pas përderisa ka arritur në vitin e 4 të aktiviteti, do me thënë që ka një ndjesi pozitive ndaj tij, ka një qasje pozitive, ka një dëshirë për të qenë pjesë i ruani kontaktet me pjesëmarrësit? Sigurisht që po, atëherë si çdo vit që organizohet aktiviteti dhe normalisht nga viti në vit kemi akoma dhe më shumë interesim nga artistët qoftë në Shqipëri, qoftë edhe nga trojat. Feedbacku është misit, kontaktet e reja, promovimi i tyre dhe vazhdimi edhe më tutje i këtyre aktiviteteve qoftë në Kosovë, në Maqedoni apo qoftë edhe këtu në Tiranë. Ndërkohë për parim kjo puna e të rinjve nga vetë mosha që kanë, ne jemi gjithkohës në pritje të inovacionit, të gjërave të reja që ofrojnë ata. Dhe kam përshtypjen që konkurohet pak me ide inovative, origjinale, autentike, mos e ketë bërë dikush më përpara, ku janë të përshëndruara kryesisht? Normalisht, artistët që vinë kanë ide të reja. Ne jemi presim ide të reja dhe bëjmë aktivitetet të reja. Larmishmëria e qendrës kulturore Rasa dhe diçka unike, ndoshta që janë të përfshira të 3 sektorët, arte, pamori, stilimi dhe arkitektura, dhe janë jo vetëm Shqipëria, po janë edhe trojat e tjera. Rajoni? Ka Maqedoni, Malizi, Kosovë. Në cilën qeni ekspozon? Jam te kartet pamore dhe prezantohem me një grafik që shfaqet në formën e një instalacioni. Shikon me që ishim të këtë reja, të inovacioni. Do të thënë, instalacioni, kam përshtypjen është ajo gjëja që ti ja vendos, kur them ti, ne, që e shohem, ja vendosim emrin vet, e interpretojmë vet, është një gjë që nuk është tërësisht e dukshme në sipërfaqe, po është një interpretim që gjithë secili mund t'ia bëjë sipas dëshirës dhe ka pak subjektivizëm aty. Në fakt, do të thoja që në rastin e instalacionit që unë prezantoj, është mos e i dukshëm, sepse është masiv dhe gjithë përfshirës në të njëjtën kohë. Jo, e kam fjalën në idenë që përcjell. Ti e kupton me një herë me të parën kur e shikon, në këtë kuptim e kisha. Tani instalacion mund të jemi edhe unë duke bërë këtu, me këtë ajrin që jemi duke thithur të gjithë, po. Atë mizën që qarkullon. Por është i kuptueshëm mesazhit varet nga individi që e shikon atë, sepse mund t'i veshë interpretime të ndryshme. Kjo varet nga valla e kulturës që ai individ mbart. Megjithatë, unë nuk dua që të jetë ky një pik kyçe, mund të them, por ajo që më intereson është reagimi që mund të shkaktojë vepra tek audienca apo publiku që vjen. Secili ka një pritshmëri. Ka një pritshmëri ku shkon diku dhe ku i përgjigjet një thirrje. Normalisht nuk kuptoj që sa e vështirë është të bësh art në një vend të vogël si Shqipëria, ku në përgjithësi janë këto gjërat e komercit shpejt, to këngët që bëhen tenxhere, për 1 minutë janë prodhuar shumë. Është e vështirë të bësh art, unë e kuptoj këtë. Po ka një pritshmëri dikush kur i përgjigjet një thirrje të tillë për të ekspozuar. Çfarë pret ti? Pritshmëri të mira, normalisht, edhe vlerësim për atë që kam bërë. Puna që prezantoj është një punë të cilën e kam ekspozuar edhe më përpara, nuk është e re thjesht për asën, sepse përfshin një proces të gjatë punimi, ka nisur që në vitet e shkollës, kam mbrojtur masterin profesional në Akademinë e Arteve me këtë, në degën e grafikës, dhe si e tillë pritshmëritë e asaj unë pak a shumë i kam marrë, qoftë nga gjykimi që kanë bërë stafi pedagogëve aty, në momentin që e kam prezantuar. Ti thjesht do ta zgjerosh sa më shumë rrjetin e personave që e shohin punën tënde. Po, për një publik edhe më të gjerë, edhe të marrë impakte të tjera. Nëse mund të shtoja edhe diçka për nuk kemi shkollë këtu. Mund duket se zysh, por nuk jam zysh. Për punën e Dorinës, kur kemi marrë aplikimet e para dhe më pas na kanë dërguar dhe punimet, ne gjithmonë e kemi menduar të paktën kur bëjmë skenografin para prake se si do ta
zhvillojmë aktivitetet dhe si do ta lançojmë është që gjithmonë zhvillohet një sfilat mode në mes, një ekspozit me makete me piktura dhe fotografi pjesën anash dhe maketet arkitekturës dhe skulpturat që kalon në 360 gradë. Dhe një nga komponentet që na kishte munguar ishte pjesa sipër, që është vepra e Dorinës që ekspozohet pjesën sipër në tavan. Çfarë egoistësh, domethënë e keni parë si pjesë skenografisë, pastaj si pjesë të veprës. Jo, por nëse hyn një pjesëmarrës aty, domethënë ka çfarë shikon dhe gjithandej domethënë është art. Nuk ka një hapësirë që nuk kemi lënë hapësirë në qendra pa krijuar një hapësirë. Si është e mundur që, do thonë ju nga ta diun këto pyetni ata që flasin kështu, po ne gjithmonë flasim Elda për një rini kafenesh, për një rini që nuk shkon nëpër shkolla, për një rini që shkon nëpër libra, që nuk e di emrin e lëndës, që ka provim, etj, dhe unë nuk i përjashtoj që kemi plot nga këto. Por kemi plot edhe nga këta tjerët. Çfarë është mungesë promovimi? Ndoshta fakti që rrjetet sociale janë shumë të pompuara, ju e fokusoni vëmendjen vetëm aty, po ndërkohë duhet t'i shikoj pak edhe një mami dhe një babi që ju punoni dhe keni dhe shokë të tjerë që punojnë gjithashtu. Ashtu sikur se e thatë edhe ju, shumica e rinisë shqiptare nuk është se angazhohen në aktivitete, shumica që është rëndom, është një pakicë e vogël, edhe këto aktivitete që në organizojmë në përqendrat tona, janë një mundësi e mirë për të përfshirë të gjithë të rinjt. Fushatat për çdo aktivitet ose për çdo gjë që ne ndërmarrim, kanë edhe fushën e tyre të promocionit, qoftë në shoqërinë, në rrethin tonë të ngushtë, apo qoftë në fakultet ose në kontakte të tjera që mund të kemi. Të them të drejtën, interesimi është i lartë, nuk e di, mbase do ketë ndonjë mungesë informacioni ose sepse vullneti dhe dëshira ekzistojnë tek të rinjt, edhe përfshirja, marrja pjesë qoftë si staf ekspozues apo qoftë si të pranishëm për të parë diçka ndryshe, është e lartë. Edhe kjo është një gjë vërtet pozitive për rinin shqiptare. Uroj që të ndryshoj. Po. Nëse unë doja të shtoja, në fakt e kam shprehur gjithmonë për aktivitetet kur na është bërë kjo pyetje, në shoqërinë shqiptare, të paktën ne artistët, edhe mbrëmë isha duke folur me Dorinën, edhe kjo pjesë inaktive të artistëve shqiptarë. Shohim një aktivizim shumë të madh mbar trevat shqiptarë. Dua ta theksoj këtu që 70% të aplikantëve që kemi tani janë nga Kosova, Malizit dhe Maqedonia. Po ka një arsye pse? Nuk e dim. Jeni treguar më të kujdesshëm atje për ta promovuar? Jo, absolutisht. Rrugët janë po të njëjta? Imagjino tani se sa mundet kemi ne fuqi, ndërkohë që jemi vullnetarisht dhe sa mundet ta përçojmë në zërin në Kosovë. Ndërkohë i kemi këtu, jemi pjesë, dalim nga një akademi arti, dalim nga shkollat që jemi vetë të profesioneve, dhe vjen puna, domethënë ata e shohin të prekshme, dhe kur shef aplikime thonë, shiko, të lutem hajde na i merr në shkollë punimet, ndërsa ata janë më të interesuar, sapo ne lançojmë aktivitetin, nuk na japin as kënaqësinë që neve t'i ftojmë, po direkt intereson ata të parët që shikoj se ne duam të bëhemi pjesë. Dhe këtë ishim duke ju thënë herën e fundit që të faktën na jepni kënaqësinë t'ju ftojmë ne tani. Kështu që nuk e di, pjesë e Kosovës është artistët nga Kosova shohin një aktivizim, ende nuk po i gjej dot një përgjigje. Mario, se ngritet dorën do të thotë diçka më duket. Faktikisht edhe mundësia vetë artistëve, sidomos të rinj shqiptar, është mjaft e ulët për të qenë në kontakt me publikun e gjerë, sepse duhet të ekzistojë një lidhje shumë e ngushtë midis publikut, ai që është kritik dhe nga njëra anë vlerëson edhe punën e artistit, dhe për të tilla raste, për të tilla eventa gjejmë mundësinë dhe i shfrytëzojmë për të promovuar edhe talentin e tyre. Dakor, po pikërisht se kanë mundësi kaq të mangëta përparim, pra nuk ka që të bësh një ekspozit, duhet marrësh një sallë shumë kushtueshme me qira, me orë, me ditë, domethënë pikërisht për këtë arsye unë besoj që duhet të jenë pak më të vëmendshëm ndaj këtyre thirrjeve që mirë keq të vënë ty në kontakt me publikun. Pastaj ajo është diçka shumë personale. Normalisht gjithmonë do ketë të interesuar dhe jo të interesuar. Thonë, ata që janë të interesuar, ne shpërndajmë informacionin, e bëjmë thirrjen, ata që janë të interesuar, interesohen dhe e gjejnë mënyrën. Ata që janë pastaj, ne mund të bëjmë shumë thirrje, po Sfilata konsiston në punët e ekspozuara, pra në një farë mënyre është ekspozim edhe... Një mënyrë, është promovim dhe i modeleve edhe i stilistëve të reja, por kemi disa risi si vjetë, janë më shumë, kemi veshje për fëmijë, gjithmonë kemi patur veshje për të rritur,
por si vjetë na u duk goxhan më interesante dhe kemi futur dhe disa teknika, kemi ftuar dhe stilist profesionist dhe ndoshta ka dhe pjesë, po të qëndrojmë në pjesa e risive, si vjetë neve kemi kërkuar më shumë që të kemi risi, kemi futur art felting, është Mimi me Miaj nëse ju kujtohet, dhe ajo ka sjell një teknik të vetëm dhe do ta lançoj aty me 15 fëmijët e vet që do të përdori dhe pjesën e kapelave, promovimin e kapelave të saj. Çfarë doja të thoja tjetër që mund të jetë risi dhe që ne e theksuam në thirrja jon, ishte pjesa e novelave grafike. Pati një tentativë të ministrisë, bëri një aktivitet për novelat grafike, gjë që në Shqipëri ka patur në vitet 90, por u la në harresë dhe tani ka filluar të ketë një vëmendje. Me të drejtën, dhe ne kemi qenë të hapur të pranojmë dhe novelat grafike. Të para në këndvështrimin e një artisti, duke treguar një lloj ngjarje, një legjendë ose... Shiko, shumë interesante se tani me Dorina sidomos, me këtë, edhe me zhvillimin e teknologjisë, artet pamore nuk konsiderohen më si pjesë e një arti të drejt për drejt, po mund të shndërrohet në profesion, mund të unë grafika, dizajni, pra nuk është çështja më telajo, piktur, ekspozit, po të ushit piktura, mirë, po të ushit ti nuk do ushjesh do të këtë vënd. Pra, alternativat janë të mëdhaja për të përfshirë. A është edhe kjo një metodë për ta promovuar një ide të tillë, ku jo çdo gjë që nuk e ka emrin mjek, jurist dhe ekonomist, mund të shërbej si një profesion për të ushqyer. Se shpeshherë thuhet që arti nuk jeton, duhet kesh një profesion tjetër dhe këtë ta mbash për hobi, për pasion. Përderisa jam futur studimit të artit, do të thotë që beson tek artja me të për ta mbajtur atë si profesion. Dhe normalisht që e besoj dhe e shikoj veten time në këtë status të artistes, por që nuk do të thotë thjesht të aplikimit të saj me një pikturë, me bëjra vaj mbi një tavaloc, mbi një kanavac, por edhe në format të tjera... Pra, për këtë po thua, ka alternativa nga më... Duke bazuar edhe tek evolimi i teknologjisë dhe në futje e digitalizimit, kjo të jep mundësinë e të shprehurit të mendimeve apo të përjetimeve personale në forma të ndryshme. Të japësh këndvështrimin dhe mendoj se... Pastaj jetoni, pikërisht për atë bravon që ju thot dikush, për mënyrën se si ua interpreton punën, se si ua gjykon, nuk rrëshket me një shumë bukur, po që rin, dale dhe analizon. Kam përshtypjen që për këtë nis puna sa kohë kishe që në vitet e shkollës për... Që në fillore, faktikisht. Që në fillore. Sepse kam nisur si pasion dhe pastaj mu injektua, si të thuash, qoftë edhe nga formimi artistik që kam marrë në lice dhe më pas që vazhdova në Akademinë e Arteve. Po, Mario. Jo, po shtoj që kritika është gjithmonë e mirë pritër, sepse duke kritikuar gabimin që vën herën tjetër, bën diçka më të mirë. Tani, çdo pasion, çdo dashuri, Olgert, do ushqyer dhe ai. Ky aktivitet zgjat një ditë. Një ditë është. Pra ju punoni për një kohë të gjatë? 7 muaj, konkretisht. 7 muaj dhe për një ditë të vetme. Një ditë të vetme dhe për disa orë. Cili është shpërblimi që merrni ju? Do me thënë, përjashto pjesën e parave, cili është shpërblimi? Në fund të mbrëmjes, kur gjithçka ka përfunduar me sukses dhe shkoni në shtëpi, për çfarë ja ka vlejtë gjithë kjo? Ka një qëllim dikush? Shikon, dua ta theksoj pjesën e përfitimit monetar. Është viti i tretë dhe ne nuk kemi patur asnjë lloj mbështetje institucionale, por edhe nga bizneset që të kemi patur në mbështetje financiare. Absolutisht, kemi funksionuar tërësisht mbi baza vullnetare dhe me kontributin e gjithë pjesëmarrësve. Është merita e të gjithëve që kanë kontribuar nga një taks fi pjesëmarrje, që kanë bërë të mundur realizimin e aktivitetit. Feedbacku dhe ajo përfitimi jon është më shumë moral dhe ajo zhvillimi i karrierës dhe përfitimin do ta shikoja dhe do ishim shumë të lumtur nëse aktiviteti do rezultonte me sukses duke marrë gjithsecili, duke shkëmbyer dhe duke krijuar rrjetin e tyre të kolegëve, të artistëve dhe të nesërmen t'i shohim të bashkëpunojnë ata, pa qenë nevoja ti mbledhi Qendra Kulturore Asa. Dhe në këtë moment neve kemi arritur misionin tonë. I kemi bërë bashkë, këtu kanë gjetur hapësirat për të bashkëpunuar, për të promovuar dhe për të krijuar ura lidhëse promovimi shqiptarët për në Kosovë, të Kosovës në Shqipëri apo anasjelltas me
artistët e tjerë. Ka përsëritës, do me thënë, sa janë që përsëriten nga viti në vit, pra janë të njëjtit pjesëmarrës, dhe sa janë të rinj që janë prurje të reja, se besoj që kjo është dhe një njësi matëse për shpërndarjen e aktivitetit. Personat që janë përsëritës, do me thonë që janë aktive dhe marrin pjesë pothuajse çdo vit, janë të njëjtët edhe nuk deri tani nuk kemi patur ndonjë që është larguar ose janë akoma të interesuar. Po ajo çka është më e rëndësishme është që nga viti në vit ne kemi edhe artistë të rinj që duan të jenë pjesë e ekspozitës tonë dhe të promovohen. Numri është i lartë i të interesuarve dhe kjo është vërtet një lloj shpërblimi për ne që kemi kaq shumë që merremi. Gjatë kohës që nuk merreni me këtë aktivitet, çfarë bëni tjetër juve? Çfarë bëni tjetër për parim? Shkollë, punë. Këto. Promovon pak edhe vullnetarizmin e gjitha kjo, Olger. Sigurisht. Është vlerë. Është një lloj internshipi në vitin e tretë të Qendrës Kulturore, ne jemi fokusuar pak edhe për të bërë pjesë e shoqërisë civile. Dhe duhet thënë që me kontributin e pjesës së stafit organizativ, të paktën skuadrës së brendshme që jemi duke punuar, jemi përpjekur të japim kontributin ton në të gjitha instancat rinore për të përfaqësuar zërin e të rinjve, jo vetëm të artistëve, stilistëve dhe arkitektëve, dhe jo më kot këtë radhë pjesë e bordit drejtues kam zgjedhur dhe artistë edhe pjesëtar të jo profesioneve të artit, stilimit dhe arkitekturës. Elda është për marrëdhëniet ndërkombëtare. Mario është inxhiniere mekanike, mjeksi përparimi. Dhe kështu që menduam... Ua sa qaftë të rash dhe si e mora si profesion atë, shiko mos indi vetëm profesione që konsiderohen të parase, që japin të ardhurat të shumta dhe që të garantojnë jetën. Mjekët e duan artin. Mjekët e duan artin. Të gjithë. Unë besoj të gjithë. Dhe Leonardo ja ka punuar shumë mjekësi në anatominë. Kush nuk e do? Arti është e bukur, gjithmonë pëlqejet. Dhe përveç kësaj, duke patur edhe këto fushën e stilimit dhe tekstileve, edhe kjo është një mënyrë promovimi. Kam përshtypjen që për disa kohë me radhë, për disa vite me radhë, ajo ishte një deg në Universitetin Politeknik të Tiranës që ose nuk ishte e kërkuar, ose nuk ishte e zgjedhur, flas masivisht, ose gjendesh aty rastësisht sepse nuk ishte fituar në 9 variantet e tjera, dhe filloje ta mësoje, ta doje rrugës. Aktivitetet të tilla mund ta ngjizin dëshirën për ta dashur paqen e nevojshme sa për shkuar deri tek shkolla. Do të thoja që është merit e universitetit që ka kthyer politikat e tyre dhe prandaj dhe prurje kemi nga Politekniku. Është çuditërisht. Prurjet ne do t'i prisnim shumë nga akademia, ndërkohë nga akademia nuk shohim atë gjë. Nuk është momenti për të krijuar një lloj situate të këtillë, por e vërteta kështu është. Do të thonë më shumë na vin nga institutet e modës dhe nga Politekniku. Ne kemi qenë pjesë e sfilatave që ata kanë zhvilluar dhe shohim që aty po krijohet një lloj atmosfere e mirë dhe studentët stimulohen dhe punojnë. Nuk është vetëm thjesht shkollë, është përtej mësimeve. Edhe kjo është një stimul i gjithë punës vjetore edhe të shkollës, bën studime dhe në fund paktën e realizon e bën me një rezultat, me një sfilat mode. Dhe mendojmë që duhet të luajnë pak më shumë rol shkollat, duke futur këto lloj aktivitete. Dhe arkitektura, për shembull, me sa kemi patur bashkëpunime me dekanin, me zvendës dekanin, ja u kanë futur në programet e tyre aktivizimin për këto lloj organizime. Dhe këto janë gjëra të mira, mendoj. Dhe janë gjëra pozitive që mund të nxisin pjesëmarrjen. Edhe për të punuar pa që nevoja të punosh sepse duhet marrësh një notë. Shikoni se tani që dolën edhe këto profesionet që edhe ushtrohen më pas, edhe për shkak të vështirësive që ka, për shembull dega e arkitekturës Elda, janë të fokusuar njerëzit, po themi, drejt arredimit interior, sepse janë arkitekt. Ndërkohë, ata, bashkë me inxhinierët, kanë në dorë fatin ton, aty ku jetojmë, aty ku banojmë sot, aty ku themi ne ka vajtur pak shtrëmbur kati 4 i pallatit, kështu që është shumë e rëndësishme edhe për të kuptuar kapacitetet e një profili pune që sot je student. Nëse nuk do jesh më student, do dalësh profesion dhe do kesh në dorë ca jetë njerëz se tani një kolltuk më pak dhe një kolltuk më shumë në shtëpi, nuk na prish ndonjë punë. Ama kur vjen puna për çështjet e ekzistencës dhe të mbijetesës, bëhen akoma edhe më të vështira, apo jo? Sa ndikojnë dhe sa ju mbështesin pedagogët iniciativa të tilla? E këtyre degëve për cilat po flasim.
kam përshtypjen që më shumë është dëshira dhe iniciativa e studentëve vetë për të marrë pjesë dhe për të zgjeruar njohuritë e tyre në fushat të caktuara se sa mbështetja e profesorëve. Sepse zakonisht... Shohë si konkurent studentët nesër. Sepse zakonisht profesorët janë të fiksuar më shumë tek realizimi i tyre, i planit të tyre mësimor, se sa tek promovimi ose dhënia e mundësive për të promovuar edhe më shumë, qoftë arkitektët apo qoftë stilistët nga Universiteti Politeknik apo edhe më gjerë. Megjithatë, përparim ky është një koncept praktik i asaj që dikush mund të bëjë në studimet e veta. Dhe normalisht është ndryshe të mësosh me letër dhe është ndryshe të prekësh diçka konkretisht, sepse kështu edhe kupton deri ku arrin aftësitë e tua, kapacitetet e tua, në pamundësi për të bërë një gjë prej vërtetit madhe, mund të bësh një maket. Po. Dhe ti e kupton këtë? Unë. Po, qartë. Se rëndësishme është për struktura kapacitetet. E fushës, unë mendoj që të paktën pjesa e artit, mendoj që pjesa më madhe duhet i mësohet praktikës. Praktika është ajo që do të mësoj. Pedagogu, sa do të t'japi disa gjëra janë të shkruara, pjesa tjetër është studimi, kërkimi. Sigurisht, një artist duhet jetë i mirë informuar nga të gjitha degët për të krijuar dhe artin e vet dhe për të krijuar atë individualitetin e vet, stilin e vet, por puna do ta bëj. Nëse ai nuk punon, gjithmonë pedagogët na thonë, kapni lapsin dhe punoni, nëse nuk punoni është e kotë. Do të thonë, njësoj e kemi të lajon, pedagog dhe nxënës. Njësoj është e madhësia e gjithçka, por diferenca është vitet e eksperiencës, vitet e punës. Dhe ajo çfarë bëhet duhet vidhet në thonjza, nëse mund ta themi kështu. Po, edhe zakonisht aktivitetet të tilla ju japin mundësinë studentëve që të shfaqin atë lirshmërinë e tyre në një punim ose në një vepër të caktuar, sepse ndryshe nga programet mësimore ose praktikat, ata janë përballë disa kërkesave që ju jepen edhe nuk mund të dalin jashtë atyre. Ndërsa në aktivitetet të tilla janë të lirë edhe krijimtaria e tyre të mahnit në shumicën e rasteve. Zbuloja një detaj interesant, nuk do zbulojmë shumë nga aktiviteti, sepse do t'ju lëm kohë për të na ndjekur në datë 1 maj, por përveç tjerave, çdo vit kemi menduar të bëjmë ekspozitën dhe thjesht ajo që sapo folëm deri tani. Çfarë duam të futim si vjet është që të ulen të punojnë. Të fillojmë një socializim, të krijojmë diçka dhe bëjmë disa lojra që edhe vetë artistët ose arkitektët tulen dhe të krijojnë gjatë momentit pjesëmarrjes së tyre. Dhe të na krijojnë ato. Të ketë interaktivitet dhe të ketë edhe aty mundësi për të ofruar diçka, pavarësisht se koha është e shkurtër për të nxjerrë. Jo, për aq kohë sa ju jepet mundësia, mjaft fillimin, nuk presim një punë super të kurrë apo të mbaruar. Mjafton fillimi dhe të japi ato emocionet e veta, thjesht sa për të lënë. Dorina, si ekspozuese, çfarë lloj konfirmimi ka rëndësi për ty? Ti the, unë e kam konfirmuar punën, është një staf pedagogësh, kam bërë një titull shkencor, kështu që përjedhoj, unë e kam konfirmimin tim. Atëherë, tani, ty të duhet një konfirmim numerik, pra një audiencë numerike, apo një konfirmim profesional për te asaj që ke marrë? Mua më intereson që nëpërmjet këtij aktiviteti të hynë në kontakte të reja, sepse kjo ka tepër rëndësi për një artist, të shkëmbej pikpamje të ndryshme, të marrë mendime, të jap në të njëjtën kohë dhe pra shkëmbimi i eksperiencave është thelbësore në këtë aspekt. Ti do të shohësh se ç'bëjnë kolegët tu, diku si mund të ndani përvojat, dhe pse jo, mund ta çoni aktivitetin diku jashtë dhe dikush të vi, duke qenë se është edhe kjo pjesa e bashkëpunimit edhe ardhjes kolegëve në rastin tim nga rajonet e tjera të Shqipërisë, qoftë edhe nga Kosova dhe Malizi apo Maqedonia, dhe kjo për mua përbën goxha interes. Është çështje zgjerimi, rrjeti, networku. Ka një aktivitet ku është mbështetur qendra, ku diku me një përvojë të ngjashme në vendet rajonit, në vendet e Europës. Ka një tendencë në fakt në Shqipëri kohët e fundit për të ndërtuar qendra kulturore rinore në qytete të ndryshme të Shqipërisë, pikërisht për t'i mbështetur të rinë, për t'u dhënë atyre një mundësi që ata ta ndjejnë veten të domosdoshëm dhe të domosdoshëm jo, po dobishëm në atë që bëjnë. Ka modele të ndjekura të tilla që Olger, ju keni përqafuar? Do të thonë, kur e kemi nisur këtë punë, ka qenë kjo na ka bërë që ndoshta
mos kemi atë rezultatin super të pritshëm që në fundit, pse jo, kemi edhe një shpërblim edhe monetar, se në fundit 3 vjet, okej, ne tani jemi student dhe paka shumë po përpiqemi të nxjerrim diçka vetë, por prapë nuk është ajo liria totale nga prindrit ekonomike që ti mundet kesh. Dhe sigurisht në këtë histori duhet edhe pjesa e monetarizmit. Thash, për pjesën e krijimit ne nuk kemi patur një model të dytë që të kemi parë diku, sepse vetë bashkimi 3 komponentëve është pak sa e rrallë. Edhe në rajon... Qendra ka nevojë për infrastrukturë, qendra ka nevojë për një vend gjeografik. Si i paguani këto? Kush i paguan? Gjithçka janë nëse mund të them, mbështetja ka qenë vetëm në clearing, në mbështetje në natyrë, ofrimi ambienteve. Për shembull, për çdo aktivitet ne shkojmë edhe bashkëpunojmë, nuk kërkojmë fonde ose diçka tjetër, por themi në rastin konkret Qendra Rinore ofroi ambientet, i kërkuan për një javë, ofroi për 3 ditë hapësirat e tyre. Kanë mundësuar edhe hotele, për shembull akomodimin e studentëve. Do vinë studentët nga Kosova, nga Maqedonia. Ka patur aktivitete, por bëhet fjalë për projekte që kemi qenë në bashkëpunim me shumë vite eksperiencë dhe sigurisht me mundësitë tona, me njohjet që kemi gjithë secili nga ne, shfrytëzojmë këtë për të ofruar mundësitë. Jemi në minutat e fundit të kësaj bisede, kështu që shkurtimisht nëse keni nevojë të shpjegoni vendin, kohën, orën, kë keni ftuar, kush ju ka dhënë një përgjigje pozitive për pjesëmarrje. Atëherë ne jemi shumë të lumtur, të paktën një shenjë pozitive për këtë vit është sepse ka patur një reagim të gjitha institucioneve. Realisht na ka stimuluar, me thënë drejtën, komunikimi qoftë edhe me telefonata, me emailët që kemi shkëmbyer, që ata të paktën na kanë ndëntur për 2 javë rresht duke kërkuar gjithmonë informacionin se si do evolonte agenda jonë dhe aktualisht pa dashur të zbuloj diçka apo jemi në komunikim me bashkinë, me presidencën edhe me disa nga ministrit që kemi çuar ftesat, shpresojmë se do t'i kemi atë ditë. Presim edhe pjesëmarrjes të tjerë. Kur t'i keni atë ditë, po ju erdhën këta, Ky është mbështetja morale të paktën. Ju vinë mediat, po ju erdhën këta, ju vinë edhe mediat. Këtë do kishim. Nuk vinë për ju, vinë për ata që do ju vinë, po indirekt. Ju krijojnë dhe ju një mundësi që ta zgjeroni më shumë aktivitetin tuaj. Mbështetja institucionale, së paku nëse nuk na kanë mbështetur me vlera monetare që të paktën për realizimin nuk kërkojmë asnjë për punën që po zhvillojmë, por nëse do të na mbështesnin të paktën në moralisht të jenë prezent për ata artistë që po vinë të paktën, po marrin rrugën, po vinë nga Kosova, Malizi dhe Maqedonia. Dhe vinë pikërisht për këta. Edhe apo këto janë të organizuar në mënyrë individuale, grupesh, apo dhe ata me akademitë ose me shkollat, po flas për vendet e rajonit? Ne i organizojmë. Ne bëjmë, në momentin që bëjmë shpallim thirrjet për aktivitetin, kemi interesimin të vetë personave që organizohen me njëri tjetrin, me individ. Tani kemi dërguar 2 persona nga stafi, sot janë nisur për të mbledhur punët nesër në orën 11 përpara Fakultetit të Arteve Figurative dhe pas nesër i presim dhe vetë ata. Disa do vinë që nesër mbrëma, të tjerët do vinë pas nesër në mëngjes. Do të marrni përgjegjësi dhe për punët e tyre, ha? Sigurisht. Kemi dërguar përfaqësuesin juridik për pjesën e doganave dhe gjithçka që... Se më ka gjërat mëdha janë? Sigurisht, të nxjerrin shumë probleme, sepse merret për tregti. Nëse ti sjell 30 piktura, që ne presim të na vinë 30 vepra, ti nuk kalon dot një vepër që mundet ta marrësh individuale, ne i marrim me pasaportët, punave. Po në fakt vetëm ekspozim është ky, nëse dikush do të blejë në këtë ekspozim, mund të blejë dhe mund të Si vjet menduam, duke qenë se gjithmonë shprehin interesin dhe nuk pse të mos ju bëjmë këtë urën lidhse. Ne nuk kemi një qendër fitimprurse, ne ofrojmë mundësi bashkëpunimi bizneseve me artistët, ju kemi menduar që kësaj radhe vendosni çmimet e punëve, gjithë secili është i lirë. Që në marrjen e punëve, dorëzim që e marrim si qendër kulturore, i bëjmë me dije. Do e nxjerrni në shitje ose jo? Nëse po, çfarë është çmimi dhe ta dim të negociojmë dhe ne me të interesuarit. Të interesuarit kontaktojnë me ne i lidhim me artistët dhe pastaj. S'pas ka faj dogana që mund ta konsideroj si biznes, për te kisha fjalën. Si? S'pas ka faj dogana që mund ta konsideroj si biznes. Jo, bëhet e qartë tek preventivi. Cila është për shitje dhe cila është për ekspozim. Bëhet preventivi dhe kanë gjitha, thash, shoqërohet me një pasaport punimi. Dhe kështu që gjithçka është transparente. Mos ju ka mbetur ndonjë gjë me rak çuna goca para se ndahemi? Ju ka mbetur? Jo. Falenderojmë shumë për ftesën. Me datë 1 maj, në orën 11. Në orën 11. Ju presim. Tek Qendra Rinore. Qendra Rinore tek Rruga e Kavajës. Tek Rruga e Kavajës. Se kishit shkruar pranë dhomës së tregtisë dhe industrisë, por në fakt është pranë ish
dhomës së tregtisë dhe industrisë? Ndoshta sepse aty ka qenë dhe i klab tjetër, po ne nuk duam që t'i bëjmë promovim me klabeve. Jo, e kuptoj, po edhe ajo është ish dhoma e atëherë është bërë tani ish. Sepse dhoma e tregtisë dhe industrisë tani është tek Pallati i Kulturës. Jo tani, po prej disa kohësh është tek Pallati i Kulturës. Aty ka qenë, po... Aty ka qenë. Po, por u zhvendos. Do të flasim tani, pas pak, pasi të përcjellim këtë rinj, do të ftojmë disa të tjerë. Në studio do të flasim për Startup Live Tirana. E kuptoj që sot kemi folur çik si tepër anglisht. Po është e kuptueshme sepse ajo është një tjetër iniciativë shumë e rëndësishme për mënyrën se si promovohen bizneset sociale dhe jo sociale të rinjve, po për më shumë detaje do të kemi ata në studio pas një hapësirë të shkurtër publicitare.